Nata e vitit të ri në shtëpinë e Big Brother Kosova solli jo vetëm fishekzjarre, muzikë dhe emocione, por edhe një moment të veçantë që preku zemrat e publikut, kurorëzimin e çiftit më të ri dhe më të përfolur të këtij edicioni, Hygerta dhe kushtrimi. Në mes të gjithë zhurmës, debateve dhe tensioneve që kishin shoqëruar ditët e fundit, ata u shfaqen si një frymë e pastër, elegante dhe plot dritë. Hygerta u shfaq e veshur me një fustan të kuq që i rrinte për mrekulli. Ngjyra e pasionit, e dashurisë dhe e forcës e bënte edhe më të bukur, më hierën dhe më të ëmbël. Çdo hap i saj reflektonte elegancë, ndërsa buzëqeshja e lehtë i ndriçonte fytyrën. Sikur po hynte jo vetëm në një vit të ri, por edhe në një kapitull të ri ndjenjash. Ajo dukej si një figurë që nuk kishte nevojë për fjalë, prania e saj fliste vetë, në krah të saj, kushtrimi i veshur me një kostum të zi klasik, dukej po aq i kuruar dhe i sigurt. Thjeshtësia dhe finesa e veshjes së tij i jepnin një hijeshi burrërore, ndërsa mënyra se si e shikonte Hygertën tregonte respekt, admirim dhe një lidhje që po lindte natyrshëm. Ata nuk kishin nevojë të tregoheshin, mjaftonte mënyra si qëndronin pranë njëri tjetrit. Kur muzika filloi dhe ata u bashkuan në një vallëzim, shtëpia dukej sikur u ndal për disa çaste. Lëvizjet e tyre ishin të buta, të sinkronizuara, plot ndjenjë. Nuk ishte thjesht një vallëzim festiv, por një moment i ndarë mes dy njerëzve që po gjenin gjuhën e përbashkët përmes ritmit dhe shikimeve. Fytyrat e tyre ndriçonin, jo vetëm nga dritat e vitit të ri, por nga ajo energji e veçantë që lind kur dy zemra afrohen. Banorët e tjerë i shikonin me buzëqeshje, disa me admirim, disa me habi, por të gjithë e ndjenin se diçka e bukur po ndodhte përpara tyre. Me ardhjen e vitit të ri, Big Brother Kosova nuk solli vetëm një datë të re në kalendar, por edhe një çift të ri që premton emocione, romancë dhe momente të paharrueshme për publikun në atë natë festive, mes urimeve dhe shpresave për një vit më.